shtetërore, me që ishte krim shtetëror, u organizua qeverisja e kohës, me kryeministrin krye, u organizua dhe i përdori të gjitha llojet e mjeteve për ta mbuluar këtë krim shtetëror, për ta deformuar procesin, për ta paralizuar organin e akuzës edhe ndonjë përpjekje që ata bën, morën goditje aq të ashpra sa jo vetëm u tërhoqën, por nga ana tjetër shpërdoruan detyrën prokuroria, duke filluar me prokurorin e përgjithshme, e cila shpërdoroi hapur detyrën, se e kishte për detyrë që të regjistronte procedimi penal kundër ministrit brendshëm, kryeministrit vendit, komandantit gardës, ajo vetë, sepse kryeministri vendit edhe ministri i brendshëm nuk mundet të hetohesh nga prokuroria e rrethit atëherë. Ishte sot ne i ka spaku, kurse atëherë e kishte vetë prokuroria e përgjithshme, duhet regjistronte procedimi penal në vitin 2011, dhe nuk bëri as regjistrimin e procedimit penal. Jo vetëm aq, por nuk ju ekzekutuan vendimet e arrestit, që të arrestoheshin gardistët që bën vrasjet, dhe i morin mbrojtje Berisha në selin e vet atje, u jepte dhe buke tjera, madje bëri dhe ceremonin për t'i dekoruar ata për vrasjet që bën, dhe morën dhe dekorat ata tek selia e partisë e qeverisë, dhe kjo prokurore e shpërdoroi hapur detyrën, se kjo, kur nuk të ekzekutohen vendimet, atë që pengon ekzekutimin e vendimit, duhet ta marrësh të pandehure, duhet të marrësh një sigurimin ndaj tij, që nuk ekzekutoi vendimet e saj. Edhe në këtë aspekt, pra, e degeneruan atë proces. Dhe kur erdhi puna, vetëm ka gjë ide jetë. Kur ti shikon, okay. Hajde, ti thua Ina Rama ishte i periudhë, ishte femër, u sulmua në mënyrën, le ta themi, më banale të mundshme që mund sulmohet një zonë. Ju tha fjala e fundit. Berisha ishte sigurisht super i fuqishëm, edhe politikisht, edhe gjithçka tjetër. Po sot. Po pikërisht tani që të vazhdoj më tej. U tha me të drejtë këtu që sikur ka një lloj marrëveshje në heshtje, dhe që nuk janë të interesuar për të zbuluar dhe për të goditur siç duhet 21 janari. Pse, çfarë është kjo lloj marrëveshje? Dhe me kë bëhet kjo marrëveshje? Faktikisht, kjo marrëveshje po bëhet me një që errëzoi realisht shtetin demokratik shqiptar në 21 janar. Duam ta pranojmë ne, themi që jo nuk ra shteti, shteti në 21 janar ra.